Mbrëm rreth orës 19 në rrugën Vidoja Smilevski Bato në Tetov ka pasur zëng verbale mes IX 39 vjeçar dhe EI 35 vjeçar, pas shka ka pasur edhe zëng fizike. Personi me inicialet EI me thiki ka shkaktuar plag në dorë IX, pas shka ka ikur. Ai me njëherë është kapur nga ana e policisë, është biseduar me të dhe më pas do ketë edhe padi adekuate. Një rahje tjetër në orën 19 ka regjistruar sektori për punë të brendshme Tetov, ku në repartin e kirurgjisë në Spitalin Klinik të Tetovës është prishur rendi dhe qetësia publike me rahje masive mes 6 personave. RA 23 vjeç, RR 49 vjeç dhe DH 47 vjeç në njërën anë dhe IU 55 vjeç, AU 17 vjeç dhe AU 20 vjeç në anën tjetër. Pjesëmarrësit kanë marrë lëndime të dukshme dhe pas dhënies së ndihmës mjekësore janë arrestuar, përderisa AU 20 vjeç është mbajtur për kurim të mëtutjeshëm. Ndryshe, këta persona edhe më herët kanë pasur zëng mes tyre në rrugën e Lubotenit në Tetov për shkak të disa mosmarrveshjeve. Kundër pjesëmarrësve në rahje në vazhdim do ketë edhe padi adekuate, njofton sektori për punë të brendshme Tetov.